Sezoni turistik po afron dhe Tepelena po përgatitet për të mirëpritur vizitorët, investime në infrastrukturë, promovimi i atraksioneve kryesore dhe shtimi i shërbimeve për turistët janë disa nga hapat që po ndërmeren nga Bashkia Tepelen. Jemi duke punuar në fakt dhe me pjesën infrastrukturore, cilat dhe ato kanë impaktin e tyre për sa i përket zhvillimit turizmit kryesisht malor. Jemi duke punuar për rrugën Progonat-Golem, e cila është një rrugë mjaft interesante për turizmin e off-roadit. Jemi duke punuar për rrugën Nivic-Lluf, e cila dhe ajo lidhet drejt për drejt me turizmin malor dhe turizmin e gjelbër, le të themi. Gjatë viteve të fundit, interesi për Tepelenën është rritur ndjeshëm, veçanërisht për natyrën dhe historinë e pasur të zonës. Autoritetet vendore synojnë të ofrojnë një përvojë më të mirë për turistët, duke bashkëpunuar edhe me bizneset vendase për të promovuar produktet dhe shërbimet lokale. Jemi duke punuar për shtigje turistike dhe për sinjalistikën turistike në gjithë territorin e Bashkisë Tepelen, e cila do të jetë gati me çeljen e sezonit. Jemi duke punuar për sistemimin e siteve të rëndësishme turistike. Sikur se ju e dini, Kalaja është tashmë në rikonstruksion dhe po merr formën e saj për të prezantuar tek vizitori. Akuadukti Alipashit gjithashtu i është nështruar një ndërhyrje e cila e ka nxjerrë më në pa dhe ka siguruar, si thua, vizitorin aksesin për ta vizituar monumentin. Si dhe monumentet tjera në bashkëpunim normalisht edhe me drejtorinë rajonale të monumenteve të kulturës. Vitin që lan pas, Tepelena dhe rrethinat e saj u vizituan nga rreth 40.000 turistë, ndërsa edhe për këtë vit pritshmëritë janë të larta.